Të njëjta shqetësime që na themi çdo ditë, infiltrimi i krimit organizuar në politik ka sjell deformimin fillimisht të këshillave bashkiak, ka sjell deformimin pasaj të disa bashkive në zonat ndryshme të vendit, kam parasysh Shkruvja, ndoshta Lezhë, ndoshta Malësinë e Madhe apo disa bashki periferike, ndërkohë që ne tani kemi kaluar në stadium kur jemi në parlament. Dhe deputetët më të votuar në parlament, nëse dikur ishin figura kyçe, të cilët kishin një background, kishin një profil politik të mirëfillt apo kishin një karrierë të cilët spikasin, sot ne kemi disa njerëz anonim që janë në dy kampe. Një që vin nga administrata me një numër rekord votash, kryesisht është ai tipari dalluesi i qarkut Fierit, pastaj tjetër kemi prurje nga Durrësi dhe nga Elbasani, dy qytete që për hir të vërtetës prevalojnë në skajë të saj përket zhvillimeve dinamike të krimit që i kemi aty në parlament. Dhe përtej kësaj i kemi edhe si figura që promovohen dhe de facto janë kthyer në imazhin e Partisë Socialiste dhe pastaj vinë ato rrethana kur një deputete që vendoset që distancohet nga ky model, në vend që t'i kërkoj llogari partia thjesht e liçon, për llogarinë reale ja kërkon krimi organizuar. Tani pse ja kërkon krimi? Ne kemi qenë vetë kur në 2023 kemi parë se si nga forca kryesore e opozitës, Partia Demokratike, janë denoncuar eskortat, pjesë e një grupi kriminal të përfshirë direkt në zgjedhje. Kemi lexuar dhe dosje që shohim se si ish deputet Partisë Socialiste janë trajtuar si bedel, që jepeshin urdhra, shkon takimet e beqat, thuaj këtë, bëj këtë, pa dashur të kaloj pasaj ato termat fyes dhe denigrues që nuk janë etike që ne ti përmendim. Por këto janë treguesi